Në një nga shkrimet e tij, kuptohet me pagesë, me porosi, që vijnë ndër vite nga vëllai i kryebashkiakut Erion Veliaj, nga qeveria, nga kompanitë që kanë përfituar koncesione, Merobaze u mor në thelb thjesht dhe vetëm me një moral. Merobaze, i cili ka shumë moral në fakt me shkrimin e tij, rendit tre lloje moralistësh. Në moralin e parë sipas Meros janë mediat e paguara nga të njëjtat programe, OJQ, që finalizojnë marrëdhënien publike të Spakut dhe GKK-s. Në fakt OJF-t dilnin të Ariolës dhe njerëzve në qeveri apo miq të bazës. Nuk themi koti ka filluar demencia dhe se nuk di se çfarë shkruan. Harron ose bën sikur harron pas pagesës dhe shërbimit që i duhet të bëj për një shuk lekësh. Mero nuk duhet të lodhet shumë, t'i gjejet i denoncoj me fakte dhe prova këtë OJF-t se pengon kush. E kuptoni shkreti është bërë për të qarë hallin për çfarë të bëj. Ai e di mirë që të mbrosh vendimet e gjykatave dhe të mbështesësh luftën ndaj korrupsionit dhe krimit nuk është moral që bëhet me pagesë nga OJF-t. Faktet e provat janë aty, pavarësisht se Mero nuk i shikon dot, se syti ka të nxjerrë nga parat që ka marrë nga gjithë shpura e të korruptuarve në nënhetim, në arrestim apo të denoncuar, një nga propagandat më bajat me pagesat të këtyre moralistëve të reformës në drejtësi dhe këtë e shkruan vet kur në fakt më mirë se kushdo e ka bërë Mero. Reformën e ka bërë kjo mazhorancë. Mero është ushtar i kësaj mazhorance dhe pa asnjë ndikim më i paguar nga kjo mazhorancë dhe të korruptuarit e saj. Te morali i dytë, Merobaze rendit Sali Berishën dhe sulmet e tij ndaj Spakut dhe Altin Dumanit. Këtu hyn dhe vet Mero, i cili ka bërë me pagesë, kuptohet ato që bën ati i tij shpirtëror, Sali Berisha, ditë pas dite. Që nga momenti kur u arrestua Veliaj, s'ka lënë prokuror pa sulmuar dhe akuzuar pa asnjë fakt, më keq se Saliu. Këtu janë njësoj, sulmon Altin Dumanin apo Olsdadon, mbron Veliajn dhe Beqajn. Ku ndryshon Mero nga Saliu në këtë pikë? Askund. Nxënësi më i keq i Saliut, aq i keq sa ka ta ndisi si mbetje mediatike shumë përdorimshme e Veliajt. Sulmi ndaj prokurorëve, ndaj akuzave dhe gjykatësve i bërë nga baze, nuk është gjë tjetër veç se mbështetje ndaj krimit dhe korrupsionit në të dyja Mero ka tentakulat e tij. Në fakt Mero ka qenë një produkt i Sali Berishës dhe u mendua se do të merrte formën e Edi Ramës, pasi dështoi në ato dy rrugë, zgjedhi të merrte thuajse formën e Erion Veliajt, që vetë quhet Zdroms. Ndoshta diçka i ka afruar shumë. Grupi i tretë i moralistëve sipas Meros janë këta që shajnë e mallkojnë Top Channelin, pse i ka ofruar Mirinda Karçajt intervistë. Këtu hyn sërish vet Mero, i cili ndryshe flet e ndryshe shkruan. Ky që deklaron se bëri gabim që doli, pse shqetësimet për daljen e saj? Apo nga akshi dhe segmentet e saj që është paguar, tani si vin më pagesa, nuk ka as hallin e Mirlindës, as të OJF-ve, ka hallin e legëve, sulmet dhe akuzat me ato qëllime i bën. Rasti i zyrave të tij është fakti. Më tej akuzon se prokurorët dhe gjyqtarët paguajnë mediat, se si mund të paguajnë Spaku dhe GKK media, gazetare, portale, këtë duhet ta nxjerrë Mero, të na e tregoj. Në fakt s'ka faj se ai është mësuar vetëm me pagesë e kusur poshtë tavoline. Ulsiu i shkret që si tha gjë, ngeli në editoriale duke e mallkuar dhe me vdekje në familje. Kur sulmohet nga Mero në hallakatjet e tij, që s'ia lexon kush, thjesht nuk e ka paguar. Se të mbështetësh drejtësi në betejë kundër krimit dhe korrupsionit, nuk ka nevojë të paguash. Është thjesht dhe vetëm të bësh detyrën. Por s'ka si të kuptoj dikush që punon vetëm me pagesë. Dhe tani që ka faktor të tjerë mediatik që se mbështesin më dhe pesha e tij në treg është më e ulët se kurrë, vjen vërdall të mbaj fort pagesat mujore nga aferat e qeverisë. Ti përgjigjesh Merobazës për shkrimet e tij me pagesë për interesa klienteliste e korruptive, ndoshta s'ia vlen fare, pasi duhet lënë aty në vetmin e tij si një nga të mirët e shumë të propagandës së pushtetit. Dosjet, dokumentet, materialet hetimore që akuzon Mero dalin nga avokatët e të pandehura dhe bëjnë një përzierje të mediave për interesat e tyre. Ka dhe media si puna e Meros që i marrin në mbrojtje për interesat korruptive të pagatorëve. Ndaj është shumë e thjeshtë. Sulmet banale me pagesë që vijnë nga shtëpia publike mediatike e dirigjuar nga burgje me para korrupsioni dhe aferash janë skem për të shpëtuar nga drejtësia e të korruptuarit dhe krimin. Merobaze ka zgjedhur prej vitesh të jetë pjesë e kësaj shtëpie publike mediatike.